Dasma Gjirokastrite, siç thuhet edhe në studimet etnografike, është një spektakël i pasur që shtrihet në kohë dhe hapësirë. Një e tillë u realizua në qytetin e UNESCO-s me të gjithë elementët dhe rritet që e bëjnë atë unike. Për organizatorët ky event synon mbajtjen gjallë të kësaj pjese të çmuar të identitetit ton kombëtar, por edhe prezantimin e tij tek turistët e shumtë që e vizitojnë Gjirokastrën. Kishte për qëllim që këto rritet i rikthehen të rijetëzohen të plota dhe natyrisht kanë dhe një qëllim tjetër që t'i shërbejnë edhe rritjes vazhdueshme të numrit të turistëve që vizitojnë Gjirokastrën, që kjo pjesë e shkëlqyer, do të thosha, e identitetit ton kombëtar të jetë, si thua, një pjesë e argëtimit dhe e mënyrës se si këta turistë mund t'i kalojnë ditët e tyre të qëndrimit në Gjirokastër, duke i shoqëruar me evente të kësaj natyre. Ky event bëri bashk artist popullor të Gjirokastrës e Libohovës që i dhanë gjallëri këtij spektakli. Gjirokastra ka shumë zakone të bukura, ka shumë rrite dhe menduam që këtë radhë t'i vënim në dukje. Jam shumë i kënaqur me këtë fillim kaq të bukur për ditët e turizmit ton. Edhe mendoj se shkoj për bukuri. Me ndihmën e shokëve të grupit tim, Argjiro, me fëmijë edhe me asamblin Libohova, bëm një bashkëpunim shumë të mirë. Riti hollimit të baklavave, dita e vetullave, nata e brumit, riti kënas, dita e nuses, riti berberit, veshja e dhëndrit, janë disa prej zakoneve më të njohura dhe të përdorura në dasmën Gjirokastrite, por që nga viti në vit po zhduken.